Epilepsia është sëmundje neurologjike e cila ka ndikim të dukshëm në jetën e pacientëve. Neuropsikiatri mentor Ruka jep informacione të detajuara për këtë sëmundje. Tena në popullata është pak ngecën e edukat në zhvillim, prandaj edhe manifestimet ka njëherë janë shumë banale nga se lihet një fëmijë me temperaturë të lartë, një nanë nuk kanë kontrolla të rregullta dhe manifestimin e frytit, dëmtimet e frytit janë evidente. Epilepsia sot ndahet sipas qasjes momentale ndahet në ata që parciale motorike, me generalizim sekundar, me shpërndarje domethënë dytësore, edhe primarisht të generalizuar. Varësisht prej shkollave që lypin qasje të tillë në trajtimin e mëvonshëm, është shumë rëndësi dhanet se si fillon sulmi i tillë epileptik. Mes tjerash, neuropsikiatri foli edhe për gjendjen aktuale të kësaj sëmundje në vendin tonë. Nuk dallojmë shumë nga rrethi që na preokupon shtetit domethënë për rreth. Kemi një qatë përqindje të 6 promileve gati shfaqet domethënë në 6 në 1000 pacienta sa të kanë humbje të vetdijes, por shpesh dallohen edhe për nga mosha, ndase edhe mosha flet për natyrën e mundshme të çrregullimit potencial që ka truri. Varësisht prej kohës, domethënë kur manifestohen, dyshojmë në procese ekspansive, anomali të ndryshme ose përcjellje e patologjisë nga organe të tjera në tru. Gjitha këto lypin trajtim diagnostik, çka nuk ngecim tash në brenda ragjionit, nga se jemi të pajisur me pajisje të ndryshme për diagnostifikimin e hershëm edhe të epilepsisë dhe ndryshimeve në tru. Po ashtu, ai theksoi se një rol të rëndësishëm në shfaqjen e problemeve neurologjike tek fëmijët luajnë edhe kushtet shëndetësore të nënës gjatë shtatzanisë, si diabeti i pakontrolluar, hipertensioni apo procese të ndryshme inflamatore, të cilat mund të ndikojnë në zhvillimin e frytit. Ndryshimet fillojnë qyrse dhe vujtjet e trurit mund të fillojnë qyrse në barkun e nënës, nëna që ka diabet pakontrolluar, nëna që ka hipertension, nëna që ka procese të ndryshme inflamatore, krejto reflektojnë zhvillimin e frytit të ardhshëm. Vetë procesi i lindjes mund të qenë traumatik me një gjakderdhje, me një vujtje të frytit, shka mandej mundet me tërheq pasojat e invaliditetit të përjetshëm. Në fund, specialistët bëjnë thirrje për më shumë kujdes, kontrolle të rregullta dhe rritje të vetdijes në mënyrë që të parandalohet shfaqja e komplikimeve dhe të sigurohet një zhvillim i shëndetshëm i fëmijëve.